Kryetar, do e shtroj pyetjen se çfarë pret qeveria shqiptare dhe kryeministri i Shqipërisë për të reaguar ndaj deklaratës së ministres serbe Paunović se do ta kishte spastruar etnikisht Kosovën nga shqiptarët, por edhe ndaj mbështetjes që i dha kësaj deklarate zëvendës kryeministri serb Dačić. Kosova ndërkohë e ka shpallur persona non grata zonjën. Doja t'ju rikujtoja se spastrimi etnik konsiderohet si krim kundër njerëzimit nga Statuti i Romës gjykatës ndërkombëtare të krimeve, është në shkeljet Konventës së Gjenevës vitit 49 dhe në shkeljet ligjit ndërkombëtar për të drejtat e njeriut, por mbi të gjitha deklaratat të tilla shoviniste janë në shkeljet të Republikës të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, e cila në nenin 8.1 shkruan se Republika e Shqipërisë mbron të drejtat kombëtare të popullit shqiptar që jeton jashtë kufive të saj. Nëse kryeministri i Shqipërisë nuk mban qëndrim ndaj një deklarate për spastrimin etnik të popullit shqiptar që jeton jashtë kufive, atëherë për çfarë do mbaj qëndrim pra?